shko atje. Ora kjo gryka këtu. Shivar ka atje. Hello, Bruda! Vazhdo. Sot po zhvillojmë një ditë ndryshe. Dita ime sot filloi në Pogradec, u afrova në doganën e Tushemishit dhe kam kaluar doganën në këmbë, si doganën shqiptare edhe doganën maqedonse. Dhe po udhtoj në këmbë ke lokali më i afërt në Maqedoni. Për të gjithë ju që doni të vini në Maqedoni, lejeni makinat, ecni në këmbë, nuk vonojeni në doganë, edhe shihoni këtë mrekulli. E ndjekim se ku do shkojmë dhe ke cilë lokal do jemi. Mbush YouTube-in apo? Dhe që është YouTube të i tiktotor. Nga dogana maqedonse kam udhëtuar gati 20 minuta në këmbë edhe po i bie një rrugë e shkurt ku do shkoj ke lokali në të cilin unë do drekoj. Në ndiqni. Rrugës që janë për shkurt në përpyll, ajo rrugë të nxjerr fiks ke një pjesë e manastirit.
për të gjithë ata që dëshirojnë të shohin, të vizitojnë veprat e artit, kulturën fetare, mund ta ndjekin këtë rrugë. Është diçka e bukur, siç shifet edhe pastërtia, është perfekt. Shohim. Një vend të parandaluar me gjithë të pikturat bukura, të cilat unë nuk di t'i komentoj, por siç duken janë figura fetare të vjetra në shekuj madje edhe para erës sonë. Krishterien thotë se la separatoria social. Po jo, mos ka gjë. Desde Pas vizitës në këtë pjesë të kësaj qendre kulturore fetare, udhëtimi ju vazhdon, edhe pse nuk e di mirë rrugën duke ecur në përpyll ku të më nxjerrë rruga, do të shohim edhe vende akoma më të bukura. Vazhdoj. Rruga në përpyll të shpije në një cip të liçenit ku uji është kristal. Siç duket as vetë mund ta besojnë përse ky ujë është kaq i pastër. $20 million. Paris. Ky udhëtim në këmbë për të udhëtuar nga Shqipëria, ose më saktë nga Tushemishti për në qytetin e parë të Maqedonisë, është shumë i bukur, një peizazh tepër i veçantë. Unë ju ftoj të gjithë ju të apasionuarit e natyrës, mund ta vëni këtë rrugë. Nga dogana deri në hyrje të manastirit 32 minuta. Ky është manastiri që ne do të vizitojmë. Pamja. Pasaj nuk e di që kishte i vajtë. Parej kutu. Si dhe? Vazhdo. Shqipërisë i mungojnë shumë paqe të tilla. Çfarë ka Maqedonia më shumë se Shqipëria? Përse në Shqipëri këto paqe mos ekzistojnë? Përse në Shqipëri kjo pastërti, kjo cilësi të mos jetë? Por shqiptarët të shumit këtu janë nga Pogradeci, nga Korça, nga qarku i Elbasanit që vinë e vizitojnë. Përse duhet vinë shqiptarët në Maqedoni? Ndërkohë që Shqipëria ka vende edhe shumë më të bukura se Maqedonia. Ja sa larg jemi nga Pogradeci, kufiri në ndan dhe ndryshon si nata me ditën. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët? Që Shqipëria të ndryshojë. Vetëm shqiptarët apo duhet të ndryshojnë shqiptarët? Vetë apo duhet ta bëjë qeveria shqiptare Shqipërisë që ka Europë? Asgjë më shumë nuk ka Maqedonia nga Shqipëria. Përse në Shqipëri mos jenë këto lokale kaq të bukur, kaq të pastër dhe me një çmim shumë herë më të lirë se këtu. Çmimi nga Shqipëria me Maqedoninë është thuajse 50% më shtrenjtë të drekosh në Shqipëri se në Maqedoni.
ta gëlejmë, ta më për. Çfarë perë këto? Sa shkurani. Sho sa le kanë hedhur atë? Qa bëhet shumë të më? Po zënë? Sho sa lek? Në gjonë? Po zënë? Po, të gjithë. Se në duhe gjiruar. Pasaporta, kur u futa nuk e pan, kur dal. Sot jemi futur ashtu siç ju kemi treguar më herët, jemi futur për në Maqedoni dhe udhëtimi ynë ishte në këmbë si në doganën shqiptare dhe doganën maqedonse. Në momentin që ne jemi futur si në doganën shqiptare dhe në doganën maqedonse, pasaporta ime kishe skaduar dhe unë me këtë pasaport jam paraqitur. Nuk më tha gjë kur u futa, po në dalje më nxorri pala maqedonse, më nxorri probleme ku më tha që ju ka skadu pasaporta. Gjithsesi, edhe këtë pjesë sprove ne e kaluam dhe kemi hyrë në tokën shqiptare. Ne shqiptarët edhe tabelat nuk dim ta respektojmë flamurin ton, ku këtu thot mirë se vini në Shqipëri, welcome to Albania. Por mirë se erdhëm në Shqipëri, se si shqiptarët dhe ne shqiptarët më saktë e masakrojnë vendin tonë. Duke filluar masakrimi fillon që ke tabela. Dhe mund të them që urdhë si është tabela maqedonse. Ku lexon Republika e Maqedonisë, mi se erdhe në Maqedoni. Shif tabela maqedonse. Është shumë e pastër. Nuk ka asnjë figurë tjetër të ngjitur, ndërsa shkojmë ke tabela shqiptare, që është flamuri shqiptar është flamuri më i bukur në botë. Ja çfarë jemi ne shqiptarët, urdhro. Kjo është Shqipëria. Shiko Maqedonia, vetëm 5 metra në ndan. Vetëm 5 metra në ndan. Nuk e di ne shqiptarët. Abuzojmë ligjin, kemi mik dhe shkelim ligjin, apo kush jemi ne? Kush jemi ne shqiptarët? Përse Shqipëria është në këtë gjendje? Ja ku është Maqedonia. Pastërti, që ke tabela fillon. Mirë takofshim në emisionin e radhës.